E vërtet është. Nuk ka drejt njeriu, sepse ne përshofim edhe vetë gjyqjet. Po. Mjafton që mos t'i shkosh në linjë një X personi, ai të dënon për korrupsion ose për shpërdorim detyre. Këto nuk besoj të ketë asnjë lloj zyrtari në botë që ti nuk mund ta kapësh për këto dyja. Po. Për këto dy gjëra, korrupsion edhe shpërdorim detyre. Sepse pam po shohim rastin e Velias, pam rastin e atij ministrit të Brendshëm. Samir Tahiri, do më gjyq më të shumtuar nuk e bonona. Nuk jam unë me Samirin, se ndoshta njerëzit e marrin për shkak që unë jam me Samirin, ose unë jam me Veliajn, ose unë jam me X-in, unë s'jam me asnjë. Unë nuk jam asnjë, unë jam një qytetar. Dhe gjithmonë do mbaj qendrën. Çfarë unë them është kjo, që një ministër që ka punuar, që ndryshoi fytyrën e policisë, nëse ka bo korrupsion, ma dënon për korrupsion e më let gjej ato, do më thënë që edhe gjyqit thot, ja këtu fitoj kaq milion, ja këto miliona i bëri për ndërtu këtë lloj gjoje, dhe u ka vjedh ju, okej, vdeksh. Po shpërdorim detyre, do më thënë është prap të godasësh krenarinë kombëtare, sepse e di si është bo puna tani, si që po shikoj, me pak fjalë, është, do më thënë, edhe njeriu më i talentuar, ose më i dhënë pas kombit, e këpës është marrësh një pozicion, për shumë kryetar bashkie, kryeministër, këtë unë, whatever, do më thënë, duhet jesh idiot, sepse sa ta marrësh, gjithë gojët e dhjera, do fillojnë të ke bë korrupsion edhe pa e boti, fare. Do të shanë në ropë të shtëpisë nga mjesit dhe në darkë, sepse është një lloj opozite e tillë, se djem këto. Kisha Ben Mare, dje në intervistë, dhe atë më thoshtë, do më thonë, politika këtu është zanati më i ndyrë, sepse nuk është se përballon Kosovën ti, po përballon dhe familja. Kusur ka vajza ime, tha të dëgjoj që e ka baban ai dut njërin tjetër. Faktikisht ti njeriu si kanë përcaktuar asgjë, as për korrupsion. I thash, po për ty është folur që ke qenë ekonomist i firmave piramidale. Asnjë minutë të jetës time, tha, s'kam qenë. Asnjë minutë s'kam qenë asnjëherë. Po kushto, sa liu, tha. Shpish, dhe sot i kam mbetur që ky ka qenë ekonomist i firmave piramidale, s'kam qenë asnjë minutë të jetës time, tha. Në firma piramidale. Vetëm një herë, tha, ka ardhur një djalë, tha, i cili ishte shef finance e një firme, o dhe më tha, si të mund të mbaj kontabilitetin, ishte shef finance, i thash përdor këtë program. Ka që ka qenë komunikimi imi vetëm, tha, me firmat piramidale. Tha. Shpife dhe Saliu, tha, kanë bërë, tha, që duke sigur, unë kam krijuar firmat piramidale. Në fakt i ka krijuar ai firmat piramidale. I kam sfiduar që gjitha, për shkitje nga më ndryshme që të kanë bërë. Paraqitin në gjyq, paraqitin në dorë. Problemi është, unë për shumë marrë edhe fjallën e këtyre, marrë dhe anën tjetër, se shtash, për shumë unë nuk jam të fosë për asnjë. Mu që am vje keq, po e përsëris, për ministrën e Brendshëm Samir Tahiri, mu vje keq është dënu në atë lloj mënyre. Ajo lloj mënyre nuk është dënim për korrupsion, që mund ta përmenin gjithë zagarat e PD-s tash që ke pasi ministër në burg, a më kuptove, dhe kjo është poshtësia më e madhe. Pra, fute në burg, gjeja ku e ka pas korrupsionin, që ta kuptojmë dhe ne se ku e ka pas korrupsionin, ku e ka pas lidhjen me drogën, ku e ka pas lidhjen me këtë. Për shpërdorim detyret, do ta futësh pse ka emëruar 2 shefa komisariati ku është zhvilluar kanabisi, se kjo është arsyeja. Por, ti duhet të vërtetosh që këta shefa komisariati i kanë çuar para akti. Se në momentin që ti nuk e vërteton që këta i kanë çuar para, kjo nuk është shpërdorim detyre. Unë mund të emëroj dikë. Këto shefat, a janë burg? Po. Të dy janë burg, ë? Po. Okay. Jo, po asnjë prej këtyre nuk ka deponuar që kemi pasur bashkëpunim me Samir Tahirin, kemi çuar para njërin tjetrin. Po. Në këtë momenti nuk mund ta quash shpërdorim detyre, nuk është fal. Shiko, unë mund të jem ministër, emëroj dikë. Ai dikush i bie me top në punën e vet. Po. Nuk është faji im. Faji është gjithmonë personal. Po gjithsesi, ta të i kalojmë këtë dhe të kthehemi te politika e ditës. Janë interesante 2 fakte.
E para, Amerikanët e rinovuan non gratën për Sali Berishën. Thanë që... Rinovuan. Aty ishte? Jo, i thanë, mos kish shpresë, se edhe të ky Rubio kishte shpresë të madhe. Mirë po, harrojnë që perandorit lozin me, domethënë, e kanë kujtesën e gjatë, i natin e gjatë, edhe këta Amerikanët i kanë trashëguar ca vesa angleze, por e vërteta... Ne kemi harru Wikileaks. E mamen Wikileaks kur dole dhe? Vetëm të shofë se çfarë kanë thonë dy ambasadorë, më duket jo një, po dy ambasadorë për Sali Berishën e duhet ta kuptoj që çdo njeri duhet ta ndjej turp ta përmendë si emër Saliu. Kanë për në. Më kuptove. Vetë dy ambasadorë, që ato ishin në fakt janë, si më thënë, të vërteta, që ata kanë thonë me njëri tjetër, ose me departamentin. Si nuk gëzoj njëri një fjalë respekt, një gjotë vogël që ta fuste ke njerëzit normal? Se thu për shembull, më kuptove, është maskara, është kështu, është po është i gjatë. E fut në fund, a thua, po mje paska një mje. Po ta shifshe aty është zi, ka tran me boj, ishte përfundimi. Dhe po të shofësh metamorfozën, sepse më doli ajo foto e këte, La Civita e ka ky? La Civita. La Civita, më doli ajo foto e këti në fillim... Si kuzhinjerësh, si rëndokopësh, si kanë dhe gjithë kohën duke ngrënë. Mu duk si Beleri, sinqerisht. Beleri me filtra. Beleri me filtra. Jere këthejnë këshu, rëziko Beleri. Edhe, përgjithsisht, do më thënë, kur i nëzjerin këto figura, sepse fatkesish në fakt, duhet t'i japin e stilist në gjohat, sa i njabë më shumë si këshu, si gjobagji, si këshu, si personalitet. Jo, në Amerikë, di me kostume, po kur vjen këtu do rritë. Po me kostum ishte dhe atje, përse që ka i pa qa syze, qa gjonë, është gjynof, ashtu është kriju, varja. A i do me tërgu se du legët, ose nuk mi me legët, kjo është paka shumë. Por metamorfoza që ju duhet dëgjuzve është kjo, që nga Bakeri, Hillary Clinton, Lemo, Blinken, tjere që vishin e takoshin Saliut, të një vje kjo Gjobagjiu. Më kupto, dhe këto gëzohen që po i vje kjo Gjobagjiu, që është thjesht një Gjobagjiu që e gjithë, si tjetë Amerikana i, si tjetë Izraelit, si tjetë Kinez, është puna ti, me më legët, a më kupto. Do me thënë, më po se kaq, nuk mund t'ullet një parti, nuk mund t'ullet i komp. A kupto që nuk besoj të ketë një të dytë në botë që shpresën për të ardhë në pushtet, ti ta kesh ke një profesionalist. Gjobagji dhe mene, po, më kupton, nuk e ke politika, pra nuk ke më mbështetje politike, është ndryshe mbështetja politike. Pra, vje partia konservatore, ose vje partia liberale, ose whatever partisë kush rrije ja gjemën aty në 250.000. Po të vje njona nga ato, thotë, më kupton, ne do i luftojmë, me që vje ky. E di që më bëri për shtyvje, jo në Angli, që nuk bëhet fjalë që Stamri të fitoj me La Civitën, se shiko ka ardhur kjo nga Amerika. Eksaktësisht. E ka të sigur të humbje, po ju doli anglezët me... Po pa tjetër më, do më thënë, edhe të ketë drejt. Pas në Itali që janë zoragji, po të zgjohet krenaria kombëtare, tani duhet të zgjohet, nëse ke krenari kombëtare duhet të zgjohet. Një Gjobagji vit më vej mu pushtetin, po duhet të zgjohet, a ke fytyra, ç'a ke më burr, thash dhe është tjetër ku na gënjeshin, ishte Trumpi na dheu këtë punë gënjeshtrës, se vite një për shembull, është përfaqësuesi Trumpit, pi partisë Trumpit. Jo, është ardhur ma legët, po vjen ma legët, nuk është përfaqësuesi. Jo më dhash dhe i që më ka më legët mu. Bravo, se i kishte i natë Trumpi, se i kishte dhënë një 2 fatura tepër. është edhe muti, dhe me legët tepër. Të shi, logaj, ti ke këte.
Nëse ke krenari kombëtar nuk mund ta votosh këtë njeri. Domethënë nuk e di, më fyrje se kaq nuk ka. Se ndoshta do futemi ku do është mundu që mos ta injorosh kombin. Ku do për shembull. Përpara thash ishte vite Hillary Clinton. Kuçka e vogël po ishte okay. Se vite me atë që jam nga këtu edhe po bëj këtë, po bëj atë. Është okay, hahesh. Ishte gjë e lezetshme. Për çfarë fotet bote vite ajo, si ka ajo Victoria Nuland. Ja, bëri Ukrainën sa ajo. Bravo. Është votuar mirë atë. Bravo. Nuland votuar mirë. Po, ishte... Jo, ajo e pa që nuk bënde Al-Saliu atë dhe vazhdojmë të se është Zelenski artista dhe nga ana tjetër. Po s'keni ju dhe që keni s'ju kënë gjelas gjohë. Nezi. është ai artisti aty në krypun atë. Pra, t'ja ullësh fytyrën atyre që do të ndjekin në këtë farë feje që përmorun stisë, do më përmorun një qajbi, një gjobagjim me më prumë për shtatë.